Po diçka shumë ma thjesht. Këta po thonë Kur'anin, kom pas debat me njërin prej tyre para disa viteve. Edhe debatin pak se për me relaksu, se ish stresuaj, natën tha s'kom flajt u munu me mbledh ajete, se po takohet me mu. Shkum në restoran, thash, hanti peshk, me të spodin... S'po do me dalë. Tha po, a nuk është harama? Thash me atë kuranor është haram. Ngrënia e peshkut. Allahu thot, innama harrama aleikumul mejtete, wa deme, wa lahmin e khinzir, ma uhulli bi li gajrillah. Me do të Allahu ja ka bo haram, ja ka ndalu coftinën. Peshkun e coft qysh pehan? Unë e ha, thash, halal e kom. Met s'pat koment. S'ka përgjigje. Dhe kjo është tamam, nëse është i sinqert njeriu, atëherë duhet me pranu të vërtetën. Me u këty ka vërteta. Thash e ha se, qëra, apo e shet, thash, vjen puna, punon me hadith edhe e len ajetin. So e përket ajetit, ajeti po thot nuk bën se peshku i coft, në ngordhësira nuk hanë, coftia nuk hanë. Mirë po, kanë qenë grup të sahabeve, të Yemenit, cilët kanë dalë në peshkim. Edhe kanë thonë, ja Rasulullah, kur po dalëm në peshkim, po ndodh ndonjëherë, po duhet pak ma larg me shku, edhe po vano ma tepër ditë se sa kena planifiku. Rrjedhimisht uji po na harxhohet, se po duhet njëtin ujë edhe për me pi edhe për abdes. A bëna me majt ujin vetëm për me pi, ndërsa abdes me marr me ujë detit, ujë nelm të i detit nuk po din tash, po gjithmonë pejgamberi sallallahu gjithmonë ka thonë sepse është o ma arselnak ila rahmetin lil alamin, si mëshira Allah ka thënë. Gjithmonë ka thonë ma tepër siç e kanë pyet, siç kanë kërku. Ma'hu tuhurun, ujin e ka të pastër, mejtet tuhillun, coftimin e ka halal. Çka ka ndeti? Në për ujna, lumej, liçene, detna, coftina është halal. Ajeti po thot, innama harrama alaykum mejte, coftina ju ka bua haram. Pejgamberi sallallahu tash po thot, e ujit, coftina në për ujna, qoft detit, qoft uj ambël, është halal. Po e bën përjashtim prej cotinave të tokës. Po dhe kjo është me shpallje. Jo në krem veti. Pra dhe hadithet jo në shpallje. Se do shta mundon që se ateisti shtash mundet, duke shiku këtë video mundet me thonë atëre pejgamberi pas ka bon kundër Allahut, diçka pas ka leo. Kjo ka shumë argumente. Uma atakum rasul fa khudhu ma nahakum anhu fantahu. S'ka të jep pejgamberi, merrni, s'ka ndalon largonu. Çfarë argument? Allahu thotë. Po Allahu po thot. Men ata rasul ka te Allah. Kush i bindet pejgamberit, ju ka bind vetëm se ju ka bind Allahut. Pra, çka është halal e çka është haram, na tregon Allah subhanahu wa taala. Edhe Allah po thot, edhe ky robi jam, ky pejgamberi jam. Kët autorizim unë e kam dhënë. Këtë drejt për me e kam marr. Jo në kryen veti. Pra, çka t'ju thom unë është haram, ndalohet. Edhe ky robi jam, ky pejgamberi jam, edhe ai çka t'ju thot, nisoj sigurisht me thon. Zotin, edhe ajo shpallje. Edhe pjesë është shpallje.